Të dashur qytetarë, pas 10 muaj blokad gjatë vitit 2025, në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit që lan pas, populli i Kosovës foli më qartë se asnjëherë më parë në periudhën e pasluftës. Është obligim i secilit subjekt politik e lider partije të sillet në përputhje me atë vullnet të shprehur. Legjislatura e 10 e ka zgjedhur kryesinë e kuvendit dhe qeverinë e Republikës. Ajo tash duhet ta zgjedhë presidentin dhe të shmangë zgjedhjet sepse ato janë të panevojshme dhe humbin kohë dhe mjetet buxhetit Kosovës. Organizimi i zgjedhjeve të reja do t'i kushtonte Kosovës së paku 10 milion euro. Mandej, për shkak të mungesës së funksionimit të kuvendit, do të humbisnim shumë 10 miliona euro të tjerë nga bashkësia ndërkombëtare, ndërkohë që rezultatet e zgjedhjeve të sërishme do të mund të ishin pak a shumë të parafërta me ato ekzistuese. Meqense se problemi kryesor mbetet nevoja për 80 deputet për kvorum të çështja e presidentit, zgjedhjet nuk do të sjellin zgjedhje. Rezultati i zgjedhjeve duhet të pranohet dhe të respektohet, sepse ai përfaqëson vullnetin e qytetarëve dhe bazën e demokracisë.